Mirëmbrëma, ky është edicioni orës 23 në RTK. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka rikujtuar se Aleanca Veriatlantike pret përgjegjësi nga autoritetet në Beograd për ngjarjet në Kosovë, përfshirë sulmin në Banjsk dhe sulmet ndaj ushtarëve të KFOR-it gjatë tensioneve në pranverën e vitit 2023. Gjatë adresimit në Komitetin për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian, Rutte konfirmoi mbështetjen për dialogun rreth normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Ndjekim raportin e korrespondentës son Gjeraqina Tuhina. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka rikujtuar se ende nuk ka pasur llogaridhënie për sulmin terrorist në Banjsk, si dhe për sulmet e kryera ndaj ushtarëve të KFOR-it gjatë trazirave të pranverës së vitit 2023. Duke folur në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, ai tha se NATO po e përcjell nga afër situatën e sigurisë në Ballkan, me fokus të veçantë në Bosnjë-Hercegovinë dhe Kosovë. I have my own relationship with Aleksandar Vučić, the president. We know each other for many years. Unë kam marrëdhënien time me presidentin Aleksandar Vučić. Ne e njohim njëri tjetrin prej shumë vitesh, por sigurisht presim që ai të jap llogari për atë që ndodhi disa vjet më parë për dy çështje. Dhe për të dyja ai premtoi llogaridhënie të plotë. Fokusi i debatit në Parlamentin Evropian megjithatë ishte tek marrëveshja që Rutte arriti me presidentin amerikan Donald Trump lidhur me Grenlandën. Kjo marrëveshje bëri që Trump të heqë dorë nga tendencat për ta vënë Grenlandën nën kontroll. Sipas shefit të aleancës, Donald Trump kishte brenga të lidhura me sigurinë në Arktik. Rutte konfirmoi se presidenti amerikan është plotësisht i përkushtuar ndaj NATO-s. Në këtë rafsh kishte edhe një porosi të veçantë për evropianët. Nëse dikush mendon këtu, përsëri se Bashkimi Evropian ose Evropa si e tërë mund të mbrohet pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, le të vazhdoj të ëndroj. Nuk mundeni. Ne nuk mundemi pa SBA-t. Kemi nevojë për njëri tjetrin. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka pritur në takim ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hergraves. Siç njofton kryeministria, në takim u diskutuan zhvillimet e fundit, rëndësia e përmbylljes së procesit zgjedhor dhe formimit të institucioneve sa më parë, si dhe për temat me interes bilateral. Vazhdojmë me të tjera zhvillime. Rinumrimi i votave pritet t'i heqë dilemat rreth rezultateve dhe mund ta zvoglojë nevojën për ankesa. Bazuar në dinamikën e punës, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, procesi i rinumrimit pritet të përfundojë nga fundi i kësaj jave, ndërkohë që bëhen përpjekje për certifikim të rezultateve dhe konstituim të institucioneve. Legjislatura e 10 pritet t'u japë dritën e gjelbër edhe marrëveshjeve ndërkombëtare. Në qendrën e numrimit dhe rezultateve po vazhdon rinumrimi i fletvotimeve për votat e kandidatëve për deputet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nënvizuar se rinumrimi i votave do t'i heqë dilemat rreth rezultateve dhe mund të zvoglojë nevojën për ankesa. Bazuar në dinamikën e punës, ku janë përfshirë 76 ekipe me 250 numërues të angazhuar çdo ditë deri në orën 24, procesi i rinumrimit pritet të përfundojë ka fundi javës. Pas një rinumrimi të tillë, pavarësisht vullnetit të kandidatëve për deputet për t'u ankuar, nuk e besoj që do t'jetë dikush që do të ankohet, po edhe nëse do të ndodhë kjo, një prap do të arrim të konstituojmë Kuvendin e Kosovës në javën e 2 të shkurtit, pak para kësaj datës 13 e konsideroj, edhe pak para datës së shpalljes pavarësisë Kosovës, ku e konsideroj që organizimet e shumta kërkojnë edhe institucione fuqimplota. Derisa bëhen përpjekje për certifikim të rezultateve dhe konstituim të legjislaturës së 10, Banka Botërore tashmë e ka konfirmuar se 13 shkurti është afati i fundit i hyrjes në fuqi për mbështetjen financiare për financimin e politikës zhvillimore, për efektivitetin fiskal, konkurrueshmërinë dhe rritjen e gjelbër për Kosovën, të nënshkruar në mars të vitit 2024. Kosova rrezikon mbi 90 milion euro nga Banka Botërore, po që se marrëveshja nuk ratifikohet në Kuvend. Analistët politik shprehen optimist se partitë politike do të bëhen bashkë për të votuar marrëveshjet ndërkombëtare. Sa të kanë marrëveshjet ndërkombëtare nuk besoj që do të ketë dilema. Partitë politike nuk do të pengojnë në këtë aspekt. Rezultatet që kanë marrë në zgjedhje ndër të tjera është treguese në aspektin e interesave të përgjithshme, interesave kombëtare, që janë shumë të mëdha sa interesat partijake, duhet të dakordohen të japim mbështetje këtyre marrëveshjeve.
Tashmë procesi ka përfunduar në 23 komuna e 15 të tjera janë ende në rinumrim. E sot Prokuroria Themelore në Prishtinë ka nisur hetime për mundësinë e manipulimit të votave të kandidatëve për deputet edhe në Drenas. E nëse fundjavë shënon përmbyllje të procesit të rinumrimit, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa do të pres për 48 orë ankesat e mundshme. Përmëtej, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të pres 12 ditë para se të shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare. Pas aksionit të ndërmarrë në ndyshimet për vjedhje dhe keqpërdorim të institucioneve publike, ku shënjestrua ish zyrtar të Byros Kosovare të Sigurimit, Prokuroria Speciale në Prizren ka bastisur sot zyrat e ekoregionit. Gjatë aksionit janë arrestuar disa zyrtar në ndyshimin për veprat penale, keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar dhe keqpërdorim dhe mashtrim në prokurim publik. Mirveta Xhami sjell hollësi. Prokurori Speciale në ndërmarrjen e ekoregioni në Prizren ka rezultuar me 2 të arrestuar në ndyshimin se kanë kryer veprat penale, keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar dhe keqpërdorimi dhe mashtrim në prokurim publik. Me urdhër të Prokurorisë Speciale i arrestuari për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar është Ar Bërgashi, menaxher njësie në ndërmarrjen e ekoregioni, ndërkohë që për vepër penale, keqpërdorim dhe mashtrim në prokurim publik, në arrest është Ragib Zena, nga Ferizaj i njohur si pjesë e kompanisë Dielli Construction. Përmes një komunikate të prokurorisë, bëhet e ditur se hetuesit policor kanë bastisur disa lokacione në Prizren dhe në Ferizaj, përfshirë edhe ambientet e ndërmarrjes publike e ekoregioni, si dhe të një subjekti privat. Urdhër kontrolli është realizuar si një hap i rëndësishëm procedural, në kuadër të hetimeve që Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës po i zhvillon lidhur me dyshimet për një aktivitet të tenderimit. E gjatë zbatimit të urdhër kontrollit, në mesin e provave janë gjetur dhe sekuestruar një pushk automatike AK-47 si dhe para të gatshme. Në kuadër të aksionit është bastisur dhe shtëpia private e Burim Shalës, kryeshef i ndërmarrjes ekoregioni, i cili e ka konfirmuar lajmin për të kënë, duke thënë se për momentin ndodhet jashtë vendit. Ndërkohë në një reagim edhe ndërmarrja ekoregioni e konfirmon se kryeshefi ekzekutiv Burim Shala, që nga dita e shtunë ndodhet në Itali, për arsye familjare dhe kjo vizit, nuk ka asnjë lidhje me çfarëdo pretendimi për arrati apo shmangje nga përgjegjësia. Shala pritet të kthehet në Kosovë brenda javës, thuhet në reagim. Ndërkohë nga Prokuroria Speciale bëjnë të ditur se rasti është ende në hetim. E pak kohë pasi komuna nisi rënimin e objekteve pa leje në Mitrovic, është djegur një nga bageret e kompanisë kontraktuar për këtë shërbim. Dëmet e shkaktuara kapin vlerën e rreth 70.000 euro. Ky bager bashkë me të tjerë u vënë në funksion të rënimit të objekteve pa leje në Mitrovic të Jugut. Derisa ligji nisi të zbatohej në këtë komunë, zhurma e kësaj makinerie u ndal në errësirë. Ky është bageri i djegur i cili ishte në shërbim të rënimit të objekteve pa leje. Dëmet e shkaktuara kapin vlerën e rreth 70.000 eurove. Kryetari i Mitrovicës së Jugut Faton Peci e cilsoi veprimin si kriminal, teksa tha se lufta kundër paligjshmërisë nuk do të ndalet. Unë mendoj që ky është një veprim qyqar dhe kriminal me mesazhe të qarta për gjithë ata të cilët dëshirojnë që Mitrovica me qenë qytet normal, e ku prona publike dhe komunale është në shërbim të interesit publik. Sikur ka individ dhe grupe që janë mësuar me logjiken që në Mitrovicën me pa si plaçk lufte, të cilën pas luftës dëshirojnë me e shfrytëzu. Mesazhi im është i qartë, arsyeja pse unë jam politike kam tepër qartë. Unë nuk kam marrë këtu për me përfaqësu grupet e interesit. Unë kam besimin e qytetarëve të Mitrovicës, edhe zotimin, edhe në para tyre që do të mbroj interesin publik. Tutja i deklaroi se janë duke analizuar se cilin ndërtim pa leje dhe se të njëjtit do të rënohen. Jemi duke i analizu se cilën një nga një, dhe çdo leje që ose çdo ndërtim pa leje, posaçërisht tek ato rastet kur janë në prona publike,
edhe në prona komunale, do thot dihet se cili do të jetë fati i tyre. Ka një numër të madh që ka uzurpime, është një numër i konsiderueshëm i tyre që e kanë shfrytzuar ta zonë për një periudhë të shkurtë kohore, por ka 7-8 vite që e shfrytëzojnë edhe komuna nuk inkason asnjë cent. Njohës të sigurisë dënojnë veprimin, teksa thonë se policia e Kosovës do ta kryejë punën e saj dhe do të nxjerrë para drejtësisë personat e përfshirë. Kjo çështje definitivisht se i takon organeve të policisë, organeve të ndjekjes dhe drejtësisë, duke pas parasysh që kanë kapacitete të plota në veprim në gjitha pjesët e Republikës Kosovës. Andaj edhe unë jam optimist që policia dhe organet tjera që janë zinxhir becvete në aspektin penal, do të thonë me ndjekjen dhe drejtësisë, që do t'i evidentoj se kush, pse dhe çka është kjo ngjarje që ndodh. Ditë më parë u rënua edhe një objekt i cili ishte ndërtuar pranë stacionit të autobusëve. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë njofton se produkti për foshnjë Aptamil R2 është tërhequr nga tregu. Shkak është gjetja një substance që po konsiderohet rrezikshme për shëndetin e fëmijëve. Konsumatorët paralajmërohen të mos përdorin produktin dhe ta kthejnë në pikat e shitjes. AUF thekson se po monitoron tregun dhe po merr masa parandaluese për sigurinë ushqimore. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Për shkak të një problemi me energji elektrike, minatorët e Trepçës kanë mbetur të ngujuar për disa orë qindra metra nën tokë. Mëngjesin e sotëm, ata arritën të dalin jashtë në gjendje të mirë shëndetësore. Sindikata e punëtorëve bën thirrje për investime shtesë në mënyrë që të shmangën raste të tilla. Kryeshefi Faton Ahmeti tha se për çdo vit minatorët furnizohen me uniforme e pajisje të nevojshme për punë. Ai potencoi se nga ky vit kanë marrë premtime edhe për furnizim me makineri. Kompanitë e transportit nga disa vende të Ballkanit Perëndimor bllokuan pikat kufitare drejt Bashkimit Evropian si reagim kundër sistemit të ri elektronik të hyrjedaljeve. Transportues mallrash nga Serbia protestuan sot në pikalimet kufitare me Kosovën. Qendra kombëtare për menaxhim të kufirit ka bërë të ditur se kjo bllokadë do të zgjasë një javë, ndërkohë që një bllokadë e ngjashme është paralajmëruar edhe nga Mali i Zi. Dhjetra kamion transportues mallrash nga Serbia protestuan sot në pikalimet kufitare me Kosovën. Ky veprim është reagim kundër sistemit të ri të Bashkimit Evropian për kontrollin e hyrjedaljeve, të cilin ata e konsiderojnë shkak për dëbime, vonesa dhe humbje ekonomike, si dhe kërkojnë që kompanitë e transportit të përjashtohen nga zbatimi i tij. Qendra kombëtare për menaxhim të kufirit ka bërë të ditur se në bazë të informacioneve nga zyrtarët serb, kjo bllokadë do të zgjasë një javë, ndërkohë që një bllokadë e ngjashme është paralajmëruar edhe nga Mali i Zi. Shoferët e kamionëve nga Serbia kanë protestuar mesditën e së hënës në pikalimin kufitar në Mërdar. Ata kështu kanë kundërshtuar vendimin e fundit të Bashkimit Evropian për sistemin e ri të digitalizuar për hyrjedalje në pikat kufitare, duke quajtur atë të padrejtë. Pos dëmtimeve financiare, ngasësit që protestuan në Mërdar thanë se vendimi i BE-s u shkakton vonesa në dërgimin e mallrave në pikëndalesat e caktuara. Këtu janë të rrezikuar të gjithë shoferët, qofshin nga Serbia, Maqedonia, Shqipëria, Kosova, të gjithë. Kjo nuk është një betejë për inate, por është në dëm të ekonomisë për të gjithë. Shikoni sot sa kamion hyjnë në Kosovë, pra mallra duhet të qarkullojnë. Edhe për 2-3 muaj nëse vazhdohet kështu, ne do të mbesim pa shofer. I vetmi problemi i cili maksimalisht ka shqetësuar vendet e Ballkanit është zona Schengen që kanë caktuar që brenda 6 muajve të kenë qëndrim 90 ditësh. Shoferët nuk janë emigrant, nuk janë turist, por janë me detyrë atje. Kërkesa jon është që këtë mas ta ndalojnë. Për protestat në përpik kalimet kufitare ka reaguar edhe dhoma e tregtisë dhe industrisë së Kosovës, duke theksuar se kjo shkakton probleme për kompanitë vendore, pasi shumë prej tyre nuk po mund as të eksportojnë dhe as të importojnë mallra nga Evropa. Një blokim qarkullimi i mjeteve të transportit të mallrave po ndodh edhe në Qafthan, pikalimi kufitar i Shqipërisë me Maqedoninë e Veriut.
Autoritetet kufitare po monitorojnë situatën dhe po zbatojnë masat e sigurisë për të garantuar rendin dhe mbarvajtjen e situatës. Ende nuk ka një njoftim zyrtar se sa do zgjas protesta, ndërsa pritet një reagim nga autoritetet e vendeve të prekura dhe institucionet e Bashkimit Evropian. Autoritetet në Tel Aviv kanë thënë se u është kthyer edhe trupi i fundit nga numri i përgjithshëm i pengjeve që mbajshin në rripin e Gazës. Me këtë është hapur rruga për fillimin e zbatimit të pjesës së dytë të marrëveshjes së armëpushimit, e cila mes tjerash parasheh edhe hapjen e kalimit kufitar në Rafa. Zyrtarët izraelit kanë bërë të ditur se forcat e armatosura kanë gjetur dhe identifikuar trupin e pajet të Ran Gvili, pengu të fundit të pagjetur që mbahej në rripin e Gazës, dhe se ai tani më është kthyer në Izrael. Me këtë janë përmbushur kushtet e pjesës së parë të marrëveshjes së armëpushimit, e cila ndaloi luftën 2 vjeçare, dhe është hapur rruga për fillimin e zbatimit të pjesës së dytë, e cila mes tjerash parasheh rindërtimin dhe demilitarizimin e rripit të Gazës, përfshi largimin e plotë të forcave izraelite dhe qarmatimin e Hamasit dhe grupeve tjera militante, si dhe hapjen e kalimit kufitar në Rafah. Gjatë ditëve të kaluara, Izraeli ka thënë se menjëherë pasi që të kthehet trupi i pengut të fundit, Izraeli do të fillon të lejon lëvizjen e civilëve përmes kalimit në Rafah, duke ia bërë kështu banorëve të Gazës të mundur lëvizjen pas më shumë se 2 viteve. Hamasi tani më i ka bërë thirrje qeverisë izraelite që ta respekton këtë zotim. Edhe Kombet e Bashkuara përshëndeten kthimin e trupit të Ran Gvili në Izrael dhe i bën thirrje 2 palëve që të vazhdojnë me implementimin e plotë të kushteve të marrëveshjes së armëpushimit. Zyrtarët në SBA kanë thënë se shtrëngata masive e cila ka goditur më shumë se gjysmën e shteteve federale ka shkaktuar së paku 17 viktima deri më tani dhe ka shtuar rrezikun e një moti ekstrem. Shtrëngata e fuqishme dimrore, e cila javën e kaluar goditi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po vazhdon të shkakton viktima dhe dëme në pjesë të ndryshme të Amerikës dhe Kanadas. Sipas zyrtarëve në SBA, së paku 17 persona deri me tani kanë humbur jetën si pasojë e kësaj shtrëngate, përderisa qindra të tjerë kanë mësuar lëndime të rrezikshme. Deri me tani, më shumë se 20 shtete federale kanë qenë të detyruara të shpallin gjendje të emergjencës meteorologjike, duke urdhëruar mbylljen e shkollave, si dhe një numri të madh të aeroporteve dhe rrugëve magjistrale. Besohet se vetëm gjatë 24 orëve të fundit, kompanitë ndryshme ajrore kanë qenë të detyruara të anullojnë më shumë se 10.000 fluturime lokale dhe ndërkombëtare, përderisa me zhvendosjen e shtrëngatës drejt veriut të kontinentit, edhe aeroportet në Kanada kanë filluar të anullojnë fluturime. Autoritetet kanadeze kanë thënë se sasia e borës të cilën po e sjell kjo shtrëngatë, rreth 50 cm për disa orë, është jashtëzakonisht e madhe dhe kanë shtuar se ekipet emergjente janë duke punuar në kapacitet të plotë. Shtrëngata gjithashtu dëmtoi pjesë të mëdha të rrjetit të energjisë elektrike në SBA, duke i lënë më shumë se 1 milion njerëz pa energji dhe pa ngrohje. Edhe pse në disa pjesë të Shteteve të Bashkuara kjo shtrëngatë ka filluar të zbutet, meteorologët paralajmërojnë se rreziku është ende shumë i madh, pasi që të rreshurat e borës do të zaventësohen në një periudhë të ftohtit ekstrem, i cili pritet të shkakton probleme të reja. Ishin të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion. Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.